Kryeministri Edi Rama në takimin me të rinjt në turin BE dhe tij foli për procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kryeministri tha se antarësimi në BE do t'i ndihmojë ata që të kenë mundësi që të studiojnë në universitetet evropiane njësoj si në Tiranë. Edhe pas antarësimit në BE ata nuk do të ndihen më të huaj. Juve jeni student, patjetër që mund vendosni të shkoni të studioni jashtë, por në momentin që kaloni kufirin pa vizë, jeni të huaj. Dhe në çastin kur ka përceni pragun e një universiteti, nuk jeni student evropian, jeni student të huaj. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, kjo ndryshon krejtësisht. Juve jeni vendas, si këtu në Tiranë, si në një auditor në Lisbon, apo në Varshavë, si në një universitet në një nga qytetet e Shqipërisë, ashtu edhe në një universitet në cilin do nga qytetet e Europës. Jeni vendas dhe për këtë arsye nuk paguani më shumë se sa paguajnë vendasit, nuk keni asnjë vështirësi më shumë për të pasur akses në shërbime se sa që kanë studentët vendas. Kryeministri Rama foli edhe për fenomenin e korrupsionit, duke theksuar se perceptimi për të është më i lartë se sa realiteti. Unë mendoj që korrupsioni në Shqipëri sot është shumë më i madh në perceptim se sa në realitet. Jo se në realitet korrupsioni nuk është problem. Korrupsioni është problem. Është problem për atë shkak që thash më parë, që akoma institucionet janë në formësim, sepse çfarë e bën korrupsionin aktiv edhe të suksesshëm në thonjza, po suksesshëm në të keq, është hapësira që ai gjen